Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se sipas të dhënave zyrtare nga Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile pranë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile deri në orën 21 të mbrëmjes janë identifikuar dhe kanë raportuar 20 vatra aktive zjarri në disa zona të vendit. Pa një operacioni të përbashkët me shërbimet zjarfikse, forcat e emergjencës civile dhe strukturat të mbrojtjes territoriale kanë bërë të mundur që 17 nga vatrat e zjarrit të shuhen plotësisht. Ndërhyrja ka qenë e shpejtë dhe koordinuar duke parandaluar përhapjen e flakëve dhe dëmeve më të mëdha materiale apo mjedisore. Zonat ku është bërë mundur izolimi dhe shuarja e flakëve janë Lagja Mulliri i Art, Bashkia Delvin, fshati Alarup, njësi administrative Çerrav, Bashkia Pogradec, rruga Elbasanit, njësi administrative nr. 2, Bashkia Tiranë, fshati Ril, njësi administrative Shënkoll, Bashkia Lezhë, fshati Malaj, njësi administrative Rëshem, Bashkia Mirdit, fshati Van, njësi administrative Vergo, Bashkia Delvin, Lagja Xile Lici, Bashkia Gramsh, fshati Kot, Bashkia Selenic, rruga Arbrit, njësi administrative Zallbastar, Bashkia Tiranë, fshati Dukas, Bashkia Patoz, qyteti i Shëngjinit, Bashkia Lezhë, fshati Visok, njësi administrative Qendër Dukas, Bashkia Mallakastër, Lagja Shlirim pra një fabrike për punimit të drurit në Berat, qendra turistike Ksamilit në Bashkinë e Sarandës, fshati Mërqi, njësi administrative Kallmet, Bashkia Lezhë, zona e Shkozës, njësi administrative nr. 1, Bashkia Tiranë, kryqëzimi i Rilës në aksin Lezhë-Laç. Aktualisht 3 vatra zjarri mbeten aktive, ndërkohë që strukturat përgjegjëse ndodhen në terren për të vlerësuar situatën dhe për të ndërhyrë në qëllim izolimin dhe shuarjen sa më të shpejtë të flakëve. Për shkak të terrenit të vështirë dhe të erës, ndërhyrja në disa raste është bërë më sfiduese. Autoritetet nuk kanë raportuar për të lënduar, por theksojnë se puna për mbajtjen në kontroll të situatës vazhdon pa ndërprerje. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia e Mbrojtjes Civile u bëjnë apel qytetarëve që të mos kryejnë djegje të hapura në natyrë, të raportojnë menjëherë pranë strukturave vendore çdo vatër të mundshme zjarri dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve në rast të rreziku.